Ju përshëndesim dhe njerë të gjithëve ju që po na ndiqni nga ekrani News 24, kësaj herë ju themi mirëmëngjes nga këndi i kuzhinës bashkë me Voçin. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Adela. Mirë se të rigjeta. Po që më kishte marrë mallin për ty. E the vetë përpara se të pyesja unë, Po, se nuk më bëra asnjë telefonat gjatë javës dhe me thënë të drejtën, ndonjëherë kur flas telefon, e heq mallin, kur s'më merr fare, më kishte marrë mallin. Okej, Voçi, jo të gjitha thuan. Ja pra, duhet të thënë ndonjëherë. Mirë, unë nuk naqja shumë që të takova, edhe të jap fjalën që ti të mos më turprosh për para teleshikuesve, do të marrë në telefon për ditë shketi. Jemi kthyer në këndin e kuzhinës dhe nuk do të jemi vetëm ne të dyja, ju e dini që të premteve ne kemi të ftuar këtu në kuzhinën tonë, të ftuar special personazhe të njohur, të cilët përveç se janë artistë në profesionet e tyre, edhe vinë gatuajnë për kënaqësinë tonë dhe të gjithë teleshikuesve që na ndjekin, duke dhënë për ambisat sugjerime shumë të mira për drekën e ditës, por gjithashtu sugjerime të mira edhe për ne, sepse ndodh që edhe Voçi që është eksperte e fushës, ndodh që mëson ca receta të reja nga artistët që vinë eksperte. Edhe unë jam eksperte. Mirë, tani për ne, do me thonë, në krahasim me mua eksperte je. Po, faleminderit për komplimentin. Mirë, sot ka ardhur që të na nderoj me pjesëmarrjen e saj, një artiste e njohur, shumë e talentuar, që ka kënaqur shumë dashamirës të teatrit, sidomos ka kënaqur zemrat e vogla. Vjen sot në Vila 24, zonja Florinda Mazreku. I themi mirëmëngjes dhe Adela! Urdhra! Nuk e lasun teta Florindën të vija, e la me tun. Po kush jeti? Se ajo s'di të gatuaj fare. Unë jam Ruku Çukupuku. Ruku, ajde Ruku, mirë se erdhe, sa s'u si të gatuaj, do mësojmë bashkë. Të vi të gatuaj me ti unë? Po. Se je shumë e bukur ti dhe më pëlqen shumë, do më mësosh të gatuaj, ë? Faleminderit. Po, do të mësoj unë, gjitha do të mësoj. Ke gjetur? Ja, erda. Mirëmëngjesi. Nuk më rje do të mua pa. Duhet ta nxjerrim këmbën kështu si në teatrin e kukullave që erdhi. Jo, rëndësi ka të nxjerrësh këmbën e djathtë. Mirë se erdhe. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Na kënaqe që pa ardhur. Mirëmëngjes. Faleminderit Unë jam shumë. shumë e lidhur me profesionin tim dhe kudo që shkoj do të fus diçka, një detaj timin. Dhe thash mendova që në shtëpi se unë i marr shumë seriozisht këto intervistat dhe dua t'i bëj disi të veçanta dhe gjithmonë do me thonë që dhe ka menduar çfarë të bëj dhe shkova gjeta edhe një kapele kështu se thash. Gjoja si për kuzhinier. Po, të jetë detaj i kuzhine thash unë edhe është një çamaro ky. Po pra, do i shurti. Ja, rregullon një çik. Adela, që më mbulove sytë mi Adela, se pasaj do të mbuloj dhe sytë e tua, unë? Unë këtë rrugë do afus në tenxher. Ta siesh. Po që të gatuajmë sot i dashur. Mirë. Do të më gatuash? Apo do të gatuash? Jo, Adela e gatuan atë. Shumë faleminderit që na ke ardhur, na ke kënaqur shumë si janë këto artistët Voçi, që në mëngjes improvizojnë. Prandaj mbeten gjithmonë të rinj artistët. Pikërisht. Po lumë si ty. Jo, unë është, do me thonë, shumë fish më herë që jam kaq e impenjuar, se unë kam një profesion tepër të veçantë. Unë punoj, kam një punë umane, punoj me fëmijët, kam 41 vjetë, jam e vetë me aktore në gjithë historikun e teatrit, që do ngelem 41 vjetë në teatr. Jam futur që e vogël, kur vetë loz jam e kuklat, dhe tashmë unë kam argëtuar brezat të tërë, vim babalar, prindër. Do të pyes në fakt më vonë, ka nga ata që kanë qenë të vegjël edhe janë të mbajnë mend zërin edhe vinë të takojnë edhe shumë se tani tashmë ato vinë me fëmijët e tyre përdore dhe njëkohësisht kujtojnë dhe atë voglinë e tyre dhe gjithmonë do me thonë janë nostalgjik për kukullat, për çfaqe që kam parë në atë kohë, çfaqe shumë të bukura si Katalani, unë kam qenë e bukura ujrave aty personazh që dinja vetë, Baba Vitin që isha pranvera, pranvera sjell gëzim. Po sa bukur, unë kam ndjekur nga ekrani të VSH-s dikur, kur jepeshin teatret e kukullave, dhe tani sot, përveç kësaj, do të shikoj edhe
duke gatuar, sepse zonja Florinda, të informojmë të gjitha ata që na ndjekin, është artiste shumë e mirë, është zonjë, është edhe gjyshe, por edhe ambis. Ajo pjesa e gjyshes është më e mrekullueshmja fare. Ashtu? Po, normal. Gjithë jetën përkushtuar fëmijëve. Unë do bëjmë prap gjyshe këto ditë, pres. E përshëndesim shumë Gjenisin. Dhe shumë faleminderit, shumë faleminderit. Dhe presim me ditë kështu dhe do bëjmë 2 herë gjyshe. Kam 2 binjakët e çunit Dejan Meri dhe tani kemi edhe një të tretë. Do bëj skuadër futbolli. I treti që vjen është Diana apo vajzë? Janë me fat ato nipat e tu, janë me fat. Ashtu është. Me fat. Po unë do marrë nipin tim për dorë dhe pak dhe do vitë të ndjek. Dhe post të imitova, ja këtu do jemi. Jeni dhe imitu se mirë. Po. Të rritet Davidi edhe do shkojnë teatr. Edhe kjo që për ju është një artë, është brenda vetes tuaj keni një artë. Faleminderit, shumë faleminderit. Dhe janë ambisat, kemi stika për shembull këtu. Po, kemi dhe rukola, po unë si kam dirë, e kam në frigorifer. Jo, më dhimset. Më dhimset, thotë. Nuk i bie, ja. Kemi gjalpin, stikën, i kemi vendosur të gjitha. Për recetën e parë, kemi vendosur ujnë, si që në thatë, që të valoj. Ujnë e ngrotë. Kemi spinacin, gjalpin, 2 luk gjalp, thatë? Po, ne kemi nxjerrë kështu. Nëzorë më shumë, se po kemi shumë se kemi gjalp lufra dhe me thënë të drejtën ndonjëherë. Kemi ca mundësi më shumë, ca lukse që... Kemi pana për gatim, kemi 50 gram stika pisha, kemi dhe kos lufra. Nëse receta juaj të shojmë në përfundim mund të shoqërohet me kos lufra, kemi dhe kos që pije dhe kos që edhe këtu bëjt fjalë për një salat, ku, si që kemi thënë, frutat e thata nuk duhet të ndajmë nga tryeza, qoftë në dimër, qoftë në verë, kemi djathnin parmigian, kemi pomodorinin, kemi fikun e thatë, kemi dhe rukollën. Po, rukolla dhe salat jeshile në qose do kini. Apo s'ka gjë? Më ke kërkuar rukolla. Salatën jeshile ne e blejmë ditore, sepse na prishet, Jo, shumë mirë s'ka gjë. Shumë mund të vendoset, kështu që s'ka problem fare. Dhe veç kësaj të gjitha ambisat, edhe këto 2 ambisat që ne kemi këtu në studio, improvizojmë me që të kenë në kushinë. Kështu që paka shumë këtë do bëjmë dhe ne sot. Ajo bile s'është më interesante kur improvizon, se ti eshe përgatitur, po. Aty tregohet sa di. Sot të përgatisim çfarë recete është kjo? Si quhet kjo recet me këto përbërës që thënë? Kjo quhet një tavë në furr, është spinaqe me pana, me stika. Stika t'i japi një shije të veçantë. Dhe shkojnë shumë. Dhe biles kjo është tava e preferuar e Gjenit, se Gjeni di të gatuaj shumë mirë. Ndoshta dhe po mos t'ishtesh aq e ngarkuar mund të ishte ajo në studio e thirrur, se di të gatuaj. Ja, do jemi këtu prapë edhe mund të vite Gjeni më vonë, mbasi ta ketë bërë bebin, po? Po, se ka kështu si parin që do me thonë një tryezë shtruar mirë është dhe një dashurie veçantë për familjen. Po, sigurisht. Kam thuar nga ty jam e bindur. Mirë, do bëjmë spinaq sot për drek, ndaj, ne po nisim dal nga dal punën, kemi prezentuar përbërësit, kemi ato publicitetin e shkurtër që ne na ndihmon që të bëhemi gati edhe të vim përpara ambisave të përgatitur, Voçi nxorri edhe pjesën tjetër. Po, radikjo kam, kështu mund të vendosësh. Vajza, shkojmë për publicitet shumë të shkurtër dhe kthehemi shpejt në kuzhinë për të bërë drekën. Jemi kthyer në transmetim, ne këtu kemi filluar që të bëjmë drekën gati, ndaj ambisat që janë në shtëpi mund të fillojnë të gatuajnë me ne, sot do të bëjmë receta shumë të mira që na i ofron zonja Florinda Mazreku, sigurisht me ndihmën e zonjës Vjollca, po bëjmë spinaq sot për drekë, zonja kanë filluar. Vjollca ja veç po shtryth pak spinaqin. Sa mirë do ishte t'ishin 2 ambisa në shtëpi. Po. Nuk janë vjerra, po ne 2 jemi vetë vjerra. Sa mirë, të vini të 2 të shtëpia ime. Kemi të vim, të gatshme jemi. Sa i pëlqen ti vetëm hap goja dhe neve direkt aty pronto. Ju tham më herët që kemi vendosur për të zier ujë në një tenxhere dhe aty kemi hedhur më pas spinaqin, apo jo zonja Florinda? Po spinaqi shtrydhet paksa, që ky të jetë disi dhe i thatë, po edhe i lëndshëm. Pra të zbutet, mos jetë gjethja ashtu, po të jetë më e rrudhur. Po, sa i bukur ishte spinaqi si një tufë me lule duke që parë. E po është edhe
Dhe ta dish... I freskët, prandaj. Ta dini që spinaqin unë e kam ushqimin më të preferuar. Dhe bën shumë mirë. Dhe bën mirë se është me vlera shumë të mira. Shkonim shpesh në turne. Po, afrojnë qik të voqet? Po, po që më farë. S'ka problem. Shkonim shpesh në turne më përpara. Po? Edhe shkonim në përrethe. Edhe unë kudo që shkonja... Kërkoj spinaq? Kërkoja vetëm spinaq. Edhe në Elbasan ishim në një turne. Edhe unë sa pash aty, thash dua spinaq. Këto shokët e punës, shoqet e punës më thanë mos merë spinaq, se kush e di se si e kanë larë. E kanë larë, se kanë larë, po. Do ta shtrojmë këtu në tryez. Dhe unë vetëm t'ishte spinaq dhe nuk mora parasysh se si ishte i larë spinaqi, kur e hëngra spinaqin ishte gjithë. Prandaj që spinaqi duhet, ju e dini që do një larë, mirë. Mos kime rak hiq. Do mos do që e di. Jo, këtë e di dhe unë, se ma ka thënë mami gjithmonë. Ne lajmë shumë mirë spinaqin, përsu se e para që provoj këtu jam unë, Niki dhe Adela. Po unë sot nuk do t'a provoj këtë gjë që kam. Lasë për ditë kur gatuaj unë, pasot komplet tavash e juaja. Jo, një sekundë. Në qofë se s'do kemi mysafir të tjerë. Atëherë, kemi shtruar që ta shpjegojmë zënja Florinda, ne kështu veprojmë zakonisht, zënja Vjolca e bën çdo ditë, shpjegojmë për Andisa se si veprohet. Tani, e morëm spinaqin, e hodhëm në ujë. E hodhëm në ujë, e zjem shumë pak, e morëm me shtru... Një minut, 2 minuta. Ai është në temperaturë të ftohtë, në kontakt me ujin e nxehtë. Fillon uji neutralizohet një çikull temperaturën, në moment që fluskon pak ne e heqim dhe e shtrydhim. Pastaj e shtrydhim, e vendosëm këtu në tavë. I hodhëm pak kri brenda. Që prap kjo pamjen e ka shumë të bukur se janë kombinuar ngjyrat e kuqe, bar. I kemi zgjidhur më herët ato. Tani kjo do kalojë gjitha në pjekje. Po, jo, më përpara duhet të vendosur një tigan me pak gjatë. Më duhet edhe panat. Të mesit të ndes voçi? Ja të ndihmoj unë Adela. Të mesit këtë duash. Ja. Ndoshta me këtë tigan i them, ke një më të vogël, një tigan më të vogël? Ja, se gjejmë tigana sa të duash, ja, aty. Jo them që mos ndoshta ky tigan është shumë i madh dhe na i merr... Ja, lart ke, lart. Atë poshtë, më poshtë. Ja, një sekond. Vazhdoni, vazhdoni. Po. Panën tani do hedhim më përpara gjalpin, do ta ngrohtim paksa gjalpin. Se kështu e kanë këto punët e shtëpisë. Rri, edhe na duhet në gjëre. Ja, për shumë, kjo është momenti fantastik që unë... Që e ke shumë të vështirë, shko se të ndihmoj unë. Ik vazhdo. Tani, do të hedhim... Gjalpin. Gjalpin, po? Një tigan. Pastaj? Pastaj, kur të ngrohet një qik gjalpin, ta vendos, është e fshirë tigani, kështu që kjo ka tamam, do me thoni përgatitur. Të fshirat e lara të gjitha. Po. Ja dhe lugën e drurit e ke këtu, zonja Florinda. Po. Sa gjallë po et? 2-3 lugë? Jo 3 lugë, se mund t'jetë shumë, them unë. Mjafton, 2 lugë është shumë, bile dhe një lugë është tepër. Spina që mund të, kur të shkrije të ngrohet gjalpi. Një nga ato recitat e thjeshta, shumë e thjeshtë. Ishte e vërtet ajo që tha Ruku Çukupuku ai vogli. Po, ku na shkoi ai? Teta Florinda, ku është ajo? Ku është? Ja, do që tani shkoj marrë do ta angazhoj. Do ta angazhoj se ato sa ju ka. Do të mësosh gatimin tënd. Jo, pastaj më zemrohet dhe nuk pranon që të dalin mund me mua. Po, jeni bashkëpunëtor në çdo lloj pune bashkë. Po, për si më morë këtu. Shumë mirë, më fal. Ruku, kujdes mos bish në tenxher. Ti Adela, je shumë e keqe me mua, po shilesh, shikoje? Po, unë jam një kuzhinjeri vërtet, edhe teta Florinda më ka mësuar se si të gatuaj. Po, të gri unë ty e shikoj. Më grishti mua, po, unë të gri ty. Ja, shikoje. Sa punëtor. Edhe Ruku. Sa punëtor. Opla. Shive? Përzije. Adela, se kam emocion, unë do bi brënda në tenxhere. Dhe tani më regjysh makaronat ndaj në dysh. Jam të gjata sminë goja, eja shpejt filoja. Zonja Florinda që më bërë, tani voci do thotë edhe Ruku gatuan, edhe Ruku. Ta vendosi, o Ruku, se e ke ndjerë tiganin jashtë zjarit. Ta vendosim që në shëndër. Tja se e vendos vetun. Se mos më digje. Tja Adela? Ruku, do shtosh panën, ke në platë? Ti, jo, se duhet dhe një qik fare. Po, qa kishe me mu?
Po këtu dy pana janë këtu? Jo, një është atë. Këtu? Një. 200 mililitra. Është më fare? Jo, i vogli. I vogli? Rrugu më djede I madhi ka 400. Mirë, ja prit mund të ndihmoj unë me lugë. Ja, kështu, ja. Dhe si kuzhinjeri mirë, duhet ta dish veti se sa duhet jedhësh. Ja, kështu. Po kam shumë emocion, unë tarifsien që këti Adela me peceta ato se mos bëjmë pisku. E regulojmë ne ato. Ndërkohë, Florinda, ty të të vendosim një përparse? Ua, shumë mirë do bësh. Se unë përparse që mos na bëhesh pis. Ja, se ta lidh unë. Se këtë punë e bëj javë për javë dhe bëj shumë mirë. Unë përdor dhe përparse kështu të ngjitura, se janë shumë, në një më gatuan dhe buri në shtëpi, them vërtet, shumë përdorësh. Dhe ai bëhet shumë e njolla, se nuk është dhe shumë i kujdesshëm. Po, dhe njollat e mbyrës janë shumë vështirë që t'iken. Po, unë nga që ajo është impenjuar në ato momente dhe unë s'mund t'i kërkoj dot llogari pse u pikove, pse bëre pis, se mjafton dhe ditë të bëj gjëra të mira, vërtet që ditë të bëj gjëra të mira. Dhe unë gjithmonë mbaj përparse që ai të ruhet, mos të ciklohet dhe kjo është ideja, do me thonë kudo që shkoj në për dyqani, shikoj, do me thonë për përparset që mund t'i blej me ngjyra. Shumë do me thonë më pëlqen dhe gjë e bukur. Po patjetër, nuk diskutohet. Ta heqim? Do me thonë, pasi të shkri pana me gjalpin, tani do t'lidhet. Dhe edhe mbi spinaq. Si në vend të beshamelit. Po, se beshameli mund të bëhet, po nuk e di, kemi provuar, unë e kam provuar me beshamel, dhe nuk të ka shijuar. Nuk më ka shijuar. Po, shumë mirë. Më duhet dhe djathi i bardh. Ne kemi djath lufra. Janë të mjetë ato. Në falë, mund të zgjasësh dorën për sëri, të marrë sa të dëshërosh, po. Djathin? Në copëzat vogla? Po, copëzat vogla. Do shta mund të grinë dhe këshu, do me thonë. Me dorë, me dorë. Krije me dorë, s'ka problem. Pra unë këshu e bëj. Se edhe gjithë në përshpia me dorë i grinë. Po, patjetër që me dorë gatuam. Unë edhe këtë gjën këtu, edhe këtë gjën këtu, mund të bëj të përzije, do me thonë mund të me gishtat e mija. Bëje si të duash ti. Po, do të digis spinaq. Deri tani duket e thjesht. Po spinaqin unë e vendos, ndoshta dhe ca minuta në frigorifer, kur është shtrydh. Mbasi e shtrydh, ë? Po, mbasi e shtrydh. Do të thënë që ti i ftohtë, jo i nxehtë. Po edhe i nxehtë s'ka problem, do me thonë, po ajo një kohësisht, do me thonë mund të bësh një sallat tjetër, ose se vetëm ky nuk është ushqim që i mjaftueshëm për njërë që duhet shumë kohë, se duhet blerë shumë spinaq, se spinaq që i bymehet, ka atë idenë që po, 1 kile spinaq përfundon në një grusht. Po. Me nuk marrë më, nuk marrë më. Adela. E fundit. Po ku në dzirë bajan me këtu, se këta e në kokrat e Më duke vogla. se ke për dietë. Po na i tregon dhe neve dietë, se ndoshta është dietë me stikane. Ja, kaq. E grim dhe djathi me dorë. Dhe tani, po thoja duket e thjesht. Hidhja dhe këto këtu. Edhe këto. Po, mos na i lërë që copat vogla. Edhe, nuk ka shumë kri. Tu që duhet kohë, do me thonë duhet 2 kg spinaq për shumë që t'jenë 4 veta, 5 veta. Kjo është shumë për antipaz, zonja Florinda, jo për pjatë kryesore, ë? Në fakt vari se si e kanë shijen ato në shtëpi. Jo, ju e thatë që mund të vendosin dhe copa mishi, Po, dhe copa mishi të vogla. Po, ne zakonisht e pëlqejmë me këtë shijen. Vegetariane, po, shkëlqyshëm. Po, si të ketë stikat e pishës, është i zvëndsojnë më së miri. Tani të hedhim stikat e pishës. Erdi momenti që do shduken dhe stikat. Opa. Merë dhe një aty? Po, sa për fiksi. Jo, unë nuk... Po, ju që ras në shpinë tuaj unë. Ska problem. Ti e zonje e shpisë sot e kuzhinës. Shiko, nuk do t'i hedhë të gjitha, do të ruaj që kur mbaroj emisioni, ti prap ke të shpicë kontu të kjo. Ja, dhe këto. Hodëm dhe stikat? Tani? Tani do t'i hedhim pjesën tjetër të panës. Do e hedhim dhe pjesën tjetër, ë? Po. Këtej. Adela, ja ku i ke? Falem derit. Mos ka më lëm pak, do më shashë. Jo. Do një lukë mere lukë në gjalpit, se shumë mirë është. Një recet interesante. Vo që kështë bërë në njerë? Jo. Unë pyes gjithmonë se jam kurioze. Jo. Dhe me thonë të drejtën, kur këtu vjen receta që unë nuk i kam gatuar, jo, i hodhe shumë këtu, se po ta kështë hapur në mënyrë të drejtë, se 200 ml, mendoj që është e mjaftueshme për një gatim. Ndryshe pastaj do thonë që është shumë kalorike.
Se djathin e ka, panën e ka, jo, panën e kemi përsëri, po është puna që mos ta teprojmë për një ushqim të shëndetshëm. Arojnë që ka marrë emisionë, tamam si në shpinë duke, kur gatuan njeriu për që ndrohet aty dhe kur ju dëgjoj juve që flisni, atëre kujtoj, po. Atëre kujtojmë që jam në emision me Adelën, që Adelën e kam pikë të dobët. Zoti ma. Dhe ku më ndodhi mua dhe unë te gërimi po pyesnja që kush është në emision? E ka me Adelën, thash mua, sa qef do takohem prap me Adelën. Edhe për mua është kënaqësi, unë mendova se më e rëndësishme këtu në këtë emision, këtu jam unë. Juve si kem unë këtu, s'ke të mërzit e shfarë është Adela, po s'është Adela. Ti je, unë ta thash dhe pak më përpara. Unë vërtet jam aktore, jam artiste, po edhe juve që kryoni, do me thonë është gjëja kryesore, duhet ke shumë fantazi për të bërë shumë ushqimet veçanta. Zonja Florinda, mund të shpërlash duar tani? Ta lëpi? Si duash. Voti mbaroj kjo? Po, e Zonja ka mbaruar apo jo? Presim edhe 2 minuta. Po, ajo është mbaruar, gati. Është mbaruar. Është shumë shpejtë, tani përveç spinaqit. Spinaqi është që të mundon shumë që do ta lash mirë. Do me thonë dhe duhet një çik spinaq. E pra ta lavi Adela spinaqin. Ta vendos në furrë. Adela e ka larë spinaqin, shkëlqyshëm, po. Ta shojnë në furrë. Po pra, e lavdërove Adela. Ta qoj në furrë, apo jo? Ta qoj në furrë. Qoj në furrë. Në sa grade kemi ndezur furrën? Në 200 gradë? Si kemi se mvari se si kemi juve. Sa e kemi voqe? 200 gradë? Është 200, po Zonja se çfarë gradë? Jo, 200 gradë se vari se si ashtu është fura juaj, fura ime. Pra duhet një temperaturë... Vari dhe nga koha që mund të kemi për shembull në shtëpi gjithsesi. Kështu që tani ajo do piqet. Sa kohë do që të piqet? Ku e kam atë rukuçukun mua, mos është futur nga ju në Rukuçuku vetëm gjezdis në për kuzhinë. E di Ruku se sa kohë do që të piqet tava, që t'ja themi dhe atyre që na shohin, ta din dhe ata? Po, tava mund të piqet për 20 minuta, qërekore. Qërekore 20 minuta. Se spinaci po thuaj se i gatuar. Po, dhe që ta dishti Ruku, është fiks koha që ne bëjmë një shkëputje publicitare. Bëjmë një shkëputje publicitare, Ruku po të thoja. Pastaj, kemi edicionin e lajmeve, duhet informojmë të reshikuesit për të rejat më të fundit, nga vendi, rajoni dhe bota. Dhe pastaj, do kthehemi për të provuar bashkë tavën. Tavën? Nuk do të hashtë. Se? Ja, o që të kam gjanë fare dhe unë do të s'kun pinokun ti. O, Adela, shiko mos të të zjatë e tu nda, që bësh pasaj si pinokun. Po nuk gënjej unë, Ruku. Nuk gënjen tje. Po si prandaj mos e ti mua që kështu të mos digjesh dhe piqesh aty brëndat e tigani. Në gjë tani, do të shkojmë, do të shohim lajmet, do ulemi te divani, do shohim lajmet, do presim të bëhet tava, do kthehemi të bëjmë një recet tjetër. Edhe pastaj do t'i ham të gjitha. Adela, do t'i shoh dhe unë lajmet, ose ju të News 24-ës, i keni shumë interesant ato, jeni shumë të besueshëm. E di, me. E di sa të besueshëm ja? Faleminderit, shumë faleminderit. Sa gjëra të mira që bën ti, bën shumë gjëra të mira. Shkëputemi tani dhe kthehemi shpejt, mos u largoni nga ekrani. Po desha merr ti. Shikues të nderuar, anvisa të dashura, ne jemi kthyer sërish në këndin tonë të kuzhinës, këtu po bëhet dreka, ndërkohë kemi bëhet nami, po, jo dreka, nami, po. Ne me Bjocën jemi në bashkëpunim të plot. Se kanë ndihmuar shumë voçin në fakt. Shumë. Dhe ja një nga arsyet se duhet ishim vetëm të dyja, se do t'i bëje të gjitha vet, për respekt i leum të ftuarit, jo se nuk dua t'i ndihmoj. Po thoja që në pjesën tonë të parë ne kemi bërë spinaq. Dhe për gjitha ata që nuk na kanë ndjekur, unë po ju them se kemi bërë një recetë të veçantë me bazë spinaq, që është shumë e mirë, jo vetëm si antipas, por edhe si pjatë kryesore, sepse është me pana, është me stika pishe, e tjere. Me djath lufra. Me djath lufra. Djath lufra mos e harroni. Po, jo, nuk e harrojnë. Megjithatë, ambisat kanë mundësi që të shojnë në hapësirat të tjera, tani po bëjmë sallatë. sallatë. Jo, do bëjmë një raceton. Po. Atëherë, kemi hedhur radicchio dhe këto gjitha çfarë janë? Spinaq prap? Jo, nuk është spinaq, është rukola. Okej. Shumë mirë. Prit se do ta bëj kështu në metodën tonë. Mund marrësh dhe një lugë nëse do? Jo, s'ka gjë, do ta bëj kështu se më pëlqen. Kështu e bëjmë në Si ambisat. dushti? Ashtu i vëm dorën aty edhe ajo rregullon. Sa shumë jodha. Ose se ishte grika shumë e gjerë, nuk ka problem. Hidhin qik më shumë varë. Se mos bëj pis. Jo, fshi, ato për atë punë janë për të fshirë duart. Hidhin qik më shumë vaj do të hedhin dhe një qik krip. Po, pa tjetër. Vaj liri më duhet, Adela? Po, ja ku e ke këtu. Tani, desha vetëm të thoja që kemi radicchio, kemi gjethet që i ka ndarë zonja Florinda me dorë, pastaj kemi dhe fish të thatë, që është grirë në kubik. I mori prapë fish të thatë?
Është një të vogël mora. Jo ta dish se sa bua unë. Kemi premtuar që Atelës do t'i shkojmë një ditë në shtëpi dhe do t'i gatuan. Po, kur ketë në i fest, në vënd për parse, do në fresësh, do t'a ndimojnë, do t'a mbash fjallën, të rrimin e në tavolinë. Të duhemi kësaj pa tjetër. Pa ty do vi pa kukut. Me gjithë rukun të bërë. Me gjithë rukun. Me gjithë rukun. Ja dhe salata? Unë bush pjata plot. Tani. Kemi dhe... Pomodorini. Tomatet qërshi. Si janë këto si personazhe të vegjël? Ashtu është. Si ato fëmijët e vegjël. Si kishtë za e vogël që kemi në teatr. Do t'i ndajmë për gjysën. Ndoshta mund t'i vëmë dhe kështu si dekoracion? Si të duar. E shikon që s'kishe vënd për salat jeshile aty? Ndoshta do të vjen në një tjetër. Se mua më mbetet me rak pastaj. Si janë këto si piciruke të vogla. Çdo gjë që janë kështu të vogla, që unë gjithmonë e lidh me teatrin e kuklave. Se më duken si personazhe, edhe këto mund t'i kthej në personazhe. Kot nuk je artiste. Si është puna? Po. Gjithmonë në shtëpinë tënde je më e lirshme. Është e vërtet. Reatoll dhe tu si në shtëpi jemi. Biles kjo më pëlqen shumë studio juaj, se unë kam marrë dhe herë tjetër. Ka ardhe biseda, të këndi bisedës. Po. Tani, që ta eqim qik voci të lutem, mere pak të kuqen poshtë, vetëm një sekund? Pa tjetër. Shtu faleminderit. Ja, kjo është. Ato figun e tha do ja hedhim? Salata, po. Do ja hedhim. Dhe, i hedhim dhe figun e tha, të tjetër që duhet asgjë? Po, jo, do djath parmigian? Djathin e arruan djathin. E shikon? Ja. Mos e ngacmo se kishe shumë bukur. Jo, kishe hallë që dhe fish të mirë shumë qik... Vazhdo të një djathin. Pritni se... Ja i edhim dhe pak. Qik parmigian për shije. Sa do më shaj gjeni mua. Se? Jo, pse të shumë mirë. Ti si kur zgatuar në asë njerë. Përse është në kuzhinë të huaj. Nejse, dhe këtu instrumentat tonë janë ndryshe nga to që ju i keni në shtëpi, kështu që... Ja dhe këto i dhanë një ngjyrim tjetër. Po, shumë bukur. Kështu që Adela, ja, e shikon? Jo, vendosa aty në mes, ju të lumshin duar. Tu, në mes? Po. Mund t'i laj duar tu? Pa tjetër? Po shpejt, lutem, se më duar shtu. Ja, 2 minuta. Dhe ja, e shikoni dhe në ekran, e bukur doli. Dhe si që shikoni dhe vetë, salata ka përfunduar. E fokuson, po e pas ka fokusuar. Po këto nuk i kam bërë unë. Po, tropikun. Kësimi qiko. Po, ju kuzhimi. Kësimi qiko. Po, ju mja dorë të. A ju seni si të mërë. Po, fani, kush jeni ju që vini pa leje këtu? Qa nuk do të zi? Që nuk do të nga kanë ardhur 2 kamarierë të vegjët? E kuptova që mund t'jenë, këto janë pasuria me madhe nënës. Po, nga sa ullot juve nga erdhët, për qa keni ardhur këtu? Ju pyesi Adela po unë? Po sa të bukur qënë kanë këta, mërë. Së gjoni pas. Erin. Eri? Po ti tjetëri si e kemri? Deja. Në nga vetë. Dhe Eri, jepi një qikë dorën zonjës Vjolca, si fillim. Zemrat e vogla, ti pus qikë në Vjolca ju? Zemrat. Shiko, e gëzuat në Vjolca juve, se edhe... Me që erdhët që erdhët tu të fusim në punë, kush do ta marrë të pjatën të qoj atje? E mbato, se mos e rëzo? Se mos e rëzo në rrugës. Je sigur që e mbatë, hajde dhe ti ta ndihmoj. Me kujdeso, se e rëzove. Po sa të urtë që më kanë bërë këto. Ka ishtë urtë janë gjithmonë këta? Po. Opa, bravo, ja ti je një kamarier i shkëllqyër. Kërceni i qikë më bërë një qikë. Oj, Erin, a si Erin ti? Ajde, jo, kjo është Driani. Ua, ku t'ja është kjo kënga? Në tropiko, hajde këtu, hajde më shumë. Sepse, dhe ato dy ulem një qikë, dhe Anglerina, se kemi ko. Që ta dini ju, do kërceni qikë? Kërceni qikë. Po sa bukur. Tani këto 2 kapelet neve? Po, ti eqim se nëna e ka problemi që të duken edhe bukur, Tani, që të sjarëm një gjë të vogël. Këta të dy, që rinë kaq urë, nuk janë kaq të urë, në fakt. Apo jo? Tani, kam 2-3 pyetje shpejt për t'ju bërë. Kush është më i madhi nga ju të dy? Una. Sa minuta? Për 2 minuta. 2 minuta. Është më i madhi vërtet ai?
Dejan, profesor, doktor Dejani. Mirë. Ju pëlqen sallata që ka bërë nëna? Po. Jeni të sigurt? Po. Unë vëdaj këtë të vogël. Më kanë thënë që ju e ndihmoni gjyshen në gatim, në kuzhinë. Opa. Adela, pirunët për fëmit. Dhe sallata përmbaron. Boci, ti faleminderit që na i dhe pirun, po si duket çunat s'ka nevojë se i han të gjitha me dorë. Me pirun ti vendosin për edukat. Bashuri se unë bitë. Na ore se na unë bitë këtu të njës 24. O dhe ja, po s'ke ngrënë më njës ti? S'ke një ngrënë sot, ju kanë lënë pa bukë sot. Ose e në qiri që ashtu, ndikjoni që marok i vogë. Mirë. Tani hajtë, ndikjoni këtë tetën. Keni në gjë për ta thënë? Apo iq, doni vetëm të ani. Për të ngrënë keni ardhur këtu? Po, Atila, si gatuani me nëna ju, ndihmoni? Jo. Deja, më ndikjon nëna një qik? Qa bëjmë ne në shpi kur vini juve? Ne gatuajmë? Po qarë nëzini ju në përsyrtaret e nënës? Të gjitha lugët, Atila? E kanë mundin të shikojnë vetën e tyre. Në fakt, ato s'kan faj, s'kan faj se nëna i ka thonë edhe kur hajt nuk flitet. Shtu që janë regull shumë. Po, asa, më do ishte këj momentin që se këto, mirë, okej, janë ashtë qamarok. Dëgjoni tani, zonja Florinda, unë të falenderoj shumë që ke ardhur, që na ke gatuar, po situata këtu filloj të vështirësohet pak. Çuna kemi pirunj. Dhe, shumë faleminderit që erdhët, s'na folët fare. A më do flisin në një gjë ju, apo jo, çfarë bëjmë në shtëpi? E di si kam unë kam emrin Mustaqe. Mustaqe, se? Unë kam emrin Salata. Salata? Pra dhe salata me duart. Jo, unë kam emrin erin me Mustaqe. Adela, e di çfarë bëjmë në shtëpi neve? Këto kanë shumë qef, ky thot do bëjmë kuzhinjer. Dhe marrin të gjithë lugët, vjollësa, të gjithë pirun, qa kanë moj pjata, të nxere, qarë gjenë tasë aty dhe mi nxjeri dhe unë në fakti them jo, aj shumë. Dhe improvizojmë një sobë dhe dikush është soba, që në fund fare këto do të fusin tavat në atë sobë, marrin të gjitha këto jestiqet, i vendosin dy nga dy, edhe ajo është fura. E bëjnë si furë, Po, është si furë, pastaj unë jam ajo eftuara, që do provoj ushqimet e këtyre, me sikur, gjdo gjë me sikur. Po, sigurisht. Këto pas kanë në që do me thënë ju bëni një emision, a kopjoni emisionin e nga shtëpia. Gatuani dhe i provoni. Po, ja, kjo është. Gjyshja. Ta në një domate shoku. Jo, vazhdoni, ju vazhdoni. Mami, i ke dhëmë për të ngrën këtyra, apo si ke dhëmë për të ngrën? Jo, i ka dhëmë për të ngrën mami, po ato salata bërë shumë shumë. Po, Dejani është sikur t'i apësh një këshu enë të madhe me salat, dije se Dejani do ta... Prandaj e trasin dhe salata. Po, prandaj dhe thot ja ka dhënë emrin salata. Boçi, është kënaqësi e madhe edhe për ne. Fëmijët tanë, është shumë kënaqësi. Jemi në fund të këtij transmetimi të veçantë për ditën e sotme. Zonja Florinda, unë falenderoj shumë. Përpara se të largohemi, se u kujtova, duhet të shkoj të marr tavën, që është në furrë, që t'ua tregoj. Po është digur tava? Ja. Jo, çamë rrok këtë nonës. Po ju keni ardhur për të hëngrë këtë sallatën këtu? Ë? O, sa të lezetshëm janë, nuk ka, janë origjinal fare vjollca. Këto? Këto mos e prekni, jo? Jo, ato Këto mos e prekni fare. Ku ta vëm? Qa sup. Se kam dhe. Ja. Mos e prek ato. Jo, se është e ngrohtë, nuk ka shunëna. Djeg dorën. Është shumë e ngrohtë. Se ju do shkoni të hani ushqimin në parashkollor, janë në parashkollor, dhe bile s'para ca ditëve kanë pas e fokusoj. Kape për e këtu. Ja, një sekund. Po. E pra se mos të digje? Vendose aty do që këtu ta? Jo, sa është pjekur ta marrë, është piksurë. Është piksur, ndoshta mund të donte edhe një 5 minutë. Është piksur, do të edhe 5 minutë. Shumë mirë. Kërse i qikore, shko kërse dhe ti. Mam gjëvi kos. Se desh dogja ta vodinë. Kos. Do kos, moj. Kemi kos lyfra. Që ka të reklami si është? Kosë, Mirë. Dejani? Eri, hajde këtu se jemi në fund. Jemi në fund të transmetimit për ditën e sotme. Do am kohë se çfarë të doni ju, po duhet të shpëputemi tani se s'kemi më kohë. Zonja Florinda, shumë faleminderit që erdhe. Na kënaqë shumë. Edhe ju të dy shumë faleminderit që erdhe. Për ndihmën që më dhe. Dhe teta Vjollca tani do t'ju japi kos. Tani do hani kos direkt. Tani kosja, hajde pjetë. Vetëm Unë dua taj. Shumë mirë. shumë bukur. Përshëndesim pak me dorë nga ekrani. Te çunat e atje, te llampa kuqe atje. Dhe bashkë do të kthehemi më vonë. Për kuzhinën kemi mbaruar për sot. Faleminderit që na ndoqët.